Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme me një histori shumë të dhimbshme. Një histori që në fakt që në momentin kur e lexova më ka prekur shumë dhe mendova se ku do të gjej guximin që ta ndaj këtë histori me ju. Një gjyshe që ka shkruar fjalët më të dhimbshme për nipin e saj, Nipi, i cili ka humbur nënën dhe babain, një nën që ka humbur djalin dhe që po e rritën me shumë dashuri djalin Amanet. Ajo kështu e quan, por frika më e madhe e kësaj gjyshe në këtë letër është se si do t'ja tregoj të vërtetën këtij djalit, ky djalë që sot është 11 vjeç, që frymon i lumtur, që gëzon i lumtur, por që ai nuk e di se personi i cili kujdeset për të, që e rrit në atë, është gjyshja e tij. Dhe frika, ankthi që e ka brenda në shpirt kjo gjyshe, e ka detyruar që të shkruan këto fjalë, qoftë edhe të kërkon edhe mendimin tuaj. Kur e humba djalin tim, ndjeva sikur jeta ime kishte marrë fund. Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë boshllokun e thellë që më pushtoi. Dhimbja ishte aq e madhe sa çdo frymëmarrje më dukej si një torturë e heshtur. Disa muaj më vonë, humba edhe nusen e tij. Një errësirë e rëndë ma mbuloi zemrën. Mendova se nuk do të kishte më arsye për të jetuar në këtë botë. Por në mes të kësaj dhimbje, një dorë e vogël më ndryshoi botën. Ai ishte nipi im. Ai ishte aq i vogël, aq i pafajshëm, sa që menjëherë u bë pjesa më e rëndësishme e jetës time, ashtu siç në fakt bën çdo gjyshe për nipin e saj. Ai ishte pjesa që më mbeti nga dashuria ime për djalin, por edhe për nusen. Pjesa që më detyronte që të vazhdoja edhe me dhimbjen që kisha të jetoj. Ai më thot mama çdo ditë dhe zemra ime më digjet. Sepse ai nuk e di që un jam gjyshja e tij. Ai më kërkon me sy, por edhe me duar. Më kërkon ngrohtësi, por më kërkon dhe mbrojtje. Dhe unë bëj çmos t'ja jap atë. Por çdo ditë, kjo e pavërtet më shkatëron nga brenda. Çdo buzëqeshje e tij më kujton fëmijën që e humba. Çdo fjalë mama më kujton dashurinë që nuk është më. Kur shkon në shkollë, unë qëndroj duke e parë të largohet, duke ndjerë frikën më të madhe që një nën apo një gjyshe mund ta ndjej. Pyetja që unë ja bëj vetes është çfarë do të ndodh kur ai ta kuptoj. Si do të përballet një fëmijë i pafajshëm me të vërtetën që unë e kam mbajtur sekret gjatë gjithë jetës së tij. Çdo hap i tij në jetë më kujton humbjen time dhe më shtyn të jem e fortë, më e kujdesshme, edhe më e dashur. Çdo natë kur ai flen, e shtrihem unë pranë tij edhe shikoj fytyrën e tij të vogël edhe ëngjëllore, i afrohem dhe prek butësisht mbi flok. Ai më përqafon pa e ditur fuqinë e dhimbjes që në fakt unë e mbaj. Dhe në atë përqafim të pafajshëm, ndjej një pjesë të jetës time që vazhdon të rritet dhe të mbijetoj përmes tij.
Kam frikë në fakt nga e nesërmja. Frika ime nuk është vetëm për të, por edhe për mua. Si do ta përballoj momentin kur ai do ta kuptoj këtë të vërtetë? Si do të reagoj një fëmijë që mua më thot mama? Pa e ditur që unë nuk jam ajo që ai në fakt mendon. Çdo ditë më shfaqet kjo pyetje si një hije mbi shpinë. Por gjithashtu çdo ditë më mëson durim, më mëson dashuri dhe më mëson që të jem pranë ti. Pa marrë parasysh dhimbjen që kam brenda. Ka ditë kur ai më pyet për tatin. Dhe unë duhet të përgatis një përgjigje që nuk thot të gjithë të vërtetën. Sepse zemra e tij është ende kaq e brisht. Ku është babi, më pyet. Dhe unë e shikoj edhe i them, ai na do shumë nga qielli. Ai buzëqesh edhe më përqafon. Çdo fjalë e pavërtet që i them është një përpjekje për ta mbrojtur nga dhimbja që unë në fakt e kam përjetuar. Kur luan në obor me shokët, unë e shikoj me kujdes. Çdo hap i tij, çdo gëzim, çdo lojë më kujton fëmijën që humba dhe dashurinë që nuk është më. Ai më thot histori nga shkolla, flet për shokët dhe lojrat dhe unë mundohem të mos të qaj. Çdo lot mund të shkatroj këtë botë të vogël të lumturisë së tij. Por pavarësisht ankthit edhe frikës, unë kam vendosur që t'jem e fortë për të. Ai është shpresa ime, pjesa më e bukur që mua më ka mbetur nga dashuria ime për familjen time. Çdo ditë më kujton që dashuria nuk vdes dhe kur humbjet janë më të mëdha, edhe jeta të duket e padrejtë. Në mëngjes kur e shikoj duke u përgatitur për në shkollë, ai më thot: "Mama, a do t'jesh sot me mua?" Dhe unë e marr dorën e tij dhe i them: "Gjithmonë, gjithmonë do t'jem." Ai buzëqesh edhe dalim bashk, duke u përballur me botën e madhe edhe të frikshme jashtë derës së shtëpisë. Çdo ditë është një betejë midis dhimbjes dhe dashurisë, midis frikës dhe lumturisë në fakt që ai më sjell. Dhe një ditë do të vi koha kur do të duhet të tregoj të vërtetën. Por për tani, unë ruaj çdo moment, çdo buzëqeshje, çdo përqafim si një thesar të çmuar. Sepse ai ishte fëmia im, pjesa më e bukur e shpirtit tim, dhe dashuria ime për të është më e fortë se çdo humbje. Ky rrëfim nuk është vetëm për mua, është për të gjithë ata që kanë humbur dhe përsëri duhet të gjejnë forcën për të dashuruar, për të ruajtur shpresën dhe për të jetuar, sepse dashuria, edhe në mes të dhimbjes më të madhe, është në fakt ajo që neve na mban të gjallë. Këto janë fjalët e kësaj nëne të ndjerë, të lumtur dhe të thyer, e lumtur për nipin e saj, e thyer për djalin e saj, e cila kërkon një mesazhin tuaj.